Se këtë mohabet që bëjmë në tani e bëjmë që dalim prime? Jo. Nuk e bën dilin prime, absolutisht. E bën thjesht dilin në probor. Nëse ta dëgjojmë çik. Se se vlerëson edhe ti jashtë për prime apo jo? Pra, tash a duhet mos e kucerohemi? Të ne. Pardon. Në gjë për të me situatën me Gilma? Do thonë, që të kalim me tëm tjetër. Mënyra për shembull se si e shikon Miri, se si e mban posturën e tij përballë Selinës, është vërtet e frikshme. Do thoni pse është vërtet e frikshme. Që, ai ka thënë e shoh si vajzën time. Gjë që kjo pjesë ma shpif kur e mendoj. Por nuk e ka atë lloj sjellje fare absolutisht. E ka një lloj sjellje për shembull që si puna e atyre çunave që pëlqejnë një vajzë dhe ajo e di që pëlqejnë, se këto gjëra kanë ndodhur në shkollë të mesme. Që kur e shikon me një shok tjetër për shembull të saj, shkon e rri aty dhe i kërkon lloj, po kush ish ai, po pse, po ç'a, ç'është kanë ndej këti, po krijon atë posturën e seriozit, thotë se ta hajt mish gjallë. E njëjta gjë e pash këtë gjë tek Selina me Mirin. Nuk e di domethënë se si ajo vajzë arrin ta pranojë lojën e tij, por është duke djegur veten, është duke shpifur veten e saj, është duke djegur lojën e saj.